Le të bëjmë sot një konspiracion të vogël në lidhje me zjarret që po binë në Shqipëri. Si ka mundësi që në momentin që u miratu ligji 21/2024 dhe ligji për paketën e maleve, zjarret nuk po vihen më në përpyje të thella, por po vihen afër shtëpiave, dhe 2 vitet e fundit janë djeg shumë shtëpia nga zjarret në Shqipëri. Se unë malësor jam, fshatar jam, se jam bo sot në këtë mosh, deri ditën që kam linde, jam rritë, jam bo sot në këtë mosh, unë s'kam pa një herë që zjarrit bjeri vetë në pyll. Nuk bje vetë, kur në pyll. Po janë këta që i ndezin për me vjedh fondet e emergjencave, se masane i kalon shtetin emergjenca civile dhe ka shpenzime për ujë, për naftë, për ku diun, lloj gjonash, rritën shpenzimet. Si ka mundësi, si është pjegoni ju këtë, që zjarret bien afër shtëpiave në përfshatra, që në momentin që u miratu ligji për paketën e maleve dhe ligji 21/2024. Dhe si ka mundësi që këto shtëpia filluan digjen, domethënë vitin e kaluar dhe këtë vit, në momentin kur 2 satelitët Albania 1 dhe Albania 2 që ishin vu për të monitoruar zjarret në Shqipëri, pa pritur të 2 ranë u prishën. Edhe ranë në tokë, domethënë shkuan s'di sa miliard lek të taksa paguesve shqiptar, shkuan dëm dhe askush nuk dha llogari për këto. Fare. Thjesht ishte marketingu i Edi Ramës, harxhoi lek tona me bë marketing, me boj video kështu, tu i ngrit sipër edhe kaq. Dhe si ka mundësi që pas këtyre ligjeve, domethënë pasi këta ja u përcollën gjithë fshatarëve, ja u përcollën fëmijët me 2500 euro për Angli, me uljen e çmimit të gomoneve të famshme dhe i boshatisën fshatrat nga të rit, si ka mundësi që pas këtyre ligjeve, domethënë, që u miratun njëri pas tjetrit, Edi Rama del një ditë bukur në televizion dhe thotë që të gjitha shtëpiat që janë të braktisura nga 90-ta ose braktisën do prishen sepse bëhen problem për jetesën e komunitetit, e më thet thash. Do më thonë gjitha objektet e rënuar. Ju thot në gjë kjo? Pra plani është i qartë. Shpopullimi i Shqipërisë dhe dhënia e saj me 1 euro tek investitorët e huaj, me ligjin e paketës maleve, me ligjin 21/2024, pra këta po punojnë për globalistat duke e shujt Shqipërinë, dhe është mëse e qartë pse zjarret bien afër zonave të banuara, që këta t'ja u djegin shtëpiat, që ju të braktisni pronat, që nesër pastaj nga peripecitë e ligjeve që këta kanë nxjerrë, ju nuk merrni dot leje ndërtimi për me rindërtu mohat banesë, dhe kështu jeni detyruar që t'ikni, të largoheni nga ai vend, dhe pastaj këta shkojnë e shemin në mënyrë ligjore se bëhet problem për komunitetin, dhe ja japin në Izraeliti, në Dubajani, në Turku, në Kazakistanci, pastaj me 1 euro. Kjo është tabloja e Shqipërisë me zjarre, e Shqipërisë që harxhon lekë e emergjencave, domethënë me koncertet e Kanye Westit me shokë.